Të jap të hapën. Të ka lagjohet, i ka teatro. Maria. A je këtu ditë? Unë kam autorizuar teatrin e Belgjisë, sepse jam organ ekzekutiv që ekzekutoj një vendim e para, e dyta, në momentin që parimi kushtetues thotë ne sa të të dalojmë, që përvalon interesin publik me interesin privat. Mos i interesojë, të lutem. Nuk ekziston interes. Ato që të lutem janë sa 20.000 euro ditë javë. Nuk unë të pranoj. Unë jam këtu. Unë ekzekutoj një vendim, ose një urdhër. Atë konkret një urdhër që këtu nuk mund të lejohet fotografur, përveç një fotografur që ju e futet brenda. Parashikon qytetarët nëse janë të pretur në një janë të drejtë prezent, ndërkohë që diskutohet është për policisë nuk është i lagjes, kemi lagje. Një, Kush ka marrë të vendim që do futen, a jeni interesuar? Mbyllë se po vinë ajdutët, mbyllë. Ashtu të marrë, po na lejnë më të mirë. A lejnë më të mirë, ta flasin një fjalë, më të thënë që shpia tonë. E zgjolla, tani ata flasin, e kemi online, sa futu këtu. Sono d'accordo. Puta dai, dai. I lutem që duam ti dëgjojmë çfarë do thonë. Skandala ka. Ja ky është duhet. Kryetari i bashkisë nuk është. Absolutisht jo. Merrin vendime. Nuk u lejohet. E drejta këtu. Ore kemi çu i shkreje si me. Nuk jemi një. Ata janë qytetarë që nuk kanë ndarë shtu për qenë. Kanë ardhur këtu të kanë ndarë shumë të marrë. Që ti nuk e ke, që s'kan ardhur shtëpia jote, të të nxjerrin nga shtëpia, të të japin 2 lekë, thonë dil për jashtë tani dhe gjeni gjë. Mash 12 milion lekë edhe dil lirosh shtëpi. Kanë ardhur të shtëpi këtyre qytetarëve këtu. Kanë punë tjetër. Kanë fëmijë, kanë punë, kanë familjar, nuk kanë kohë për të humbur. Janë këtu se kanë një hall. Dhe ti tani vin këtu me arrogancë nga po na tregon kushtetutën, na tregon menin që justifikon që të korruptuarit të mbyllen aty brenda dhe të marrin mendime kundër interesit qytetarëve shqiptar. Po tanë të për neksu? Ajo që duhet të bësh, minimalisht, mos jesh kaq arrogant. Dakor, se këto ta qytetar, të arrogancë po na marrin jetën. Kryetari e bashkisë këtu dhe si po u respekto ka ligji këtu dhe që nga Qa ligji, më këto po vje edhe jo, qa ligji më agro. Edhe këto vete din ora agro, edhe këto vete din. Po nuk kanë qatë bëjnë se majnë punën. Po normal, po s'ka, mo s'ka.
Agron, kjo është zhvile apo ka ndaj bën shumë. Ka ndaj bën shumë. Do po marrë shtja tonë. Dy persone. Po miro do marrë një dokument. Na vetë marrë një dokument. A mundeni? A nuk e keni të drejtë të marrë një dokument? Jo, nuk e kam tu, e kam atje të bardha. Nuk e kam tu. Po na lëni më flasim. Lagjën tënd nuk e njeh. Jo, lagjën tonë fare, vendosni një vajzë. Le shkoj kjo vajza. Merë më bien. Ja, ti vjen. Po jo më nuk e shijoni më ti po lagjën tënd. Ne na. Se unë si kam, le të jona shla. Po, le të pakën që po vajzon. Shtrejt, çfarë rrugë të bëhet? Rruga di që dorë dishoni? E s'ka më, ta janë gjithë pallate. Në firmë të tyre. Ta janë gjithë dotët, gjithë korruptum. Filloi me qeveri me gjithë, që ai sprat zyrë, zonë këto që nuk ta shef sorrati. Vinë të, sa asillon juftimi. Vinë ditë punët për shtëpi, si për shtëpi. Ku do shkoj? Sot Ku do dhe në jetoj? Këshill Bashkiak miratojt lista e shpronsimeve, ndërkohë ju keni marrë në një njoftim më Absolutisht. Ka dikush Edhe të takoj? edhe telefonit, asnjë. Lista ka ndajtur një ditë edhe të nesër në sheq. Vetëm që ka telefonin. Dy zerëm ka vujë falshmimi, rrejnë mashtrojnë, se rruga nuk bëhet, rruga e pallate më e panësh, ka dhëtë ka nuk prishin. Kjo më shtet të bëj pallate. Po po pallatin të prishin. Shoh, letër për prishje ju ka ardhur, letër për prishje. A ju jeni të ditë? Ju prishin për rrugën e. Lanaku, banori lagjes numër 8. Dhe kemi çështjen për prishjen e shtëpive. Ne nuk kemi mundësi për blerje tjetër, me atë çmim që ka vendosur bashkia. Shteti duhet marrë masa, na sistemojmë me shtëpi. Nuk duam gjë tjetër, sa metro kemi në certifikat pronësie, na hapin çelëzat e shtëpisë dhe dakord jemi se shteti nëse ka zgjidhjet e veta le t'i bëj. Ne këtë kërkojmë. Ju thatë që lista është afishuar vetëm një ditë. Ku është afishuar? Si jeni E njoftuar? kishte nxjerr goca e kishte parë në shtëpi dhe më thot babi da ka nxjerr bashkia tha. Kishte nxjerr dhe emrat, jo të gjithë, Po se nuk e din të tjerët. nuk e din. Edhe unë nuk e dija, goca. Nuk ka një nga komuna, nga bashkia. Nga bashkia e kishte nxjerr Nga listën para. bashkia, sërse ka ardhur dikush që t'ju kontaktoi dhe t'ju Jo, jeni. e kishte nxjerr portali bashkisë. Portali bashkisë e kishte nxjerr, domethënë listë paraprake dhe çmimi ishte 867 më duket. Me këta i bie 42 milion. Çmimi i tregu tani dhomë kuzhinë i bie 65 është e pakta. I bie që të vëmë edhe 25 milion. Nuk kemi mundësi. Po dhe si ishte mënyra e Nuk pagesës? Me me tre kështe, kiste. do të thëmë se ku do të rini ju gjatë gjithë kësaj Ne nuk e përballojmë dot. Ju lutem, shiheni. Kjo është Pastaj gjithë Po pallatin të prishin. Shoh, letër për prishje ju ka ardhur, letër për prishje. A ju jeni të ditë? Ju prishin për rrugën e.